Unë di me thonë që Amerika është vendi mundësive për këto. Edhe mendoj që asi vend tjetër në botë ku ka migranta, qofshin shqiptar, qofshin komësive tjera, nuk e kanë atë mundësinë dhe trajtimin e barabartë si kur kanë këtu në Amerikë. Unë mendoj, kjo është thjesht mendimi im personal, që në Europë gjithmonë mbetesh emigrant. Edhe nuk besoj që unë jap shumë djema dhe vajza shumë të suksesshëm në fushat ndryshme që janë në Evropë, por normalisht nuk e kanë atë mundësinë që për shembull me kanë nivele drejtuese ose nivele që janë më të marrë vendimet, sepse në fund ditës ata mesin prap thjesht emigranta, pavarësisht se i kanë kualifikimet nga ana profesionale, por mesin atë stad domethënë i niveli dorë dytë. Kurse në Amerikë nuk e gjë. Në Amerikë di me thonë që qofse i zoti, siç e dini edhe vetë hapën dyert, nuk ta han kush mundin edhe nuk ta han kush djersën, edhe nuk ke asnjë lloj profesionit me di me thonë që nuk e bajnë shqiptarët, paktën të më që kanë qysh në punë më të rëndonta, të kërkime bërthamore, shkencore, fizikanta,